Ja si u bë Izraeli një mega fuqi ekonomike, më lejoni t'ju bëj një pyetje. Cili do të thoshit se është vendi më inovativ në botë? Jam I sigurt që për shumë prej jush, vende tilla si Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut ose Gjermania ju erdhën menjëherë në mendje. Dhe po, me të vërtetë, këto vende kanë sektor të mëdhenj shkencor dhe inovativ. Po sikur t'ju them se ka një vend tjetër që investon më shumë se të gjithë në kërkim dhe zhvillim dhe arrin rezultate dhe më të mira, e po, kushtojini vëmendje kësaj. Izraeli është përgjigjja për pyetjen që sapo ju bëra. Izraeli është aktualisht vendi me investimet më të larta në teknologji për frymë në botë. Dhe keni parasysh, sepse këtu nuk po flasim vetëm për investime publike, po flasim për faktin se ky vend ka arritur të krijojë një mjedis ku kompanitë shmenden për investimin e parave të tyre dhe zhvillimin e teknologjive më të avancuara në planet. Për shembull, a e dini se edhe pse Izraeli ndodhet në mes të shkretëtirës, ai ka një sektor të madh bujqësor? Nëse do të shkoni nesër në një supermarket evropian, me siguri do të gjeni portokall, limon apo dhe lule shtrydhe me origjinë izraelite. Përsëri, frutat dhe perimet që prodhohen në shkretëtirë. Është shmenduri. Por, a doni të dini se si është e mundur? E po, është pikërisht investimi dhe inovacioni që sapo përmenda. Është një angazhim që I ka lejuar vendit të zhvillojë teknologji të afta për ndryshuar gjenetikisht bimët në mënyrë që ato të vaditen me ujë gjysmë të kripur nga deti. Ju e dini thënien, truri shpesh e mund trurin. Çështja është se ky kapacitet inovativ e ka lejuar Izraelin të bëhet një nga vendet më të pasura në botë dhe të kalojë edhe fuqitë e mëdha evropiane. Hidhni një sy kësaj. Në vitet e fundit, Izraeli ka arritur një GDP për frymë pak më të lartë se ajo gjigantëve evropian si Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, diçka veçanërisht e jashtëzakonshme nëse marrim parasysh se në pjesën e tyre të botës, rregulli I zakonshëm I rendit është varfëria ose të ardhura mesatare të ulta. Mos harroni se Siria, Libani, Jordania dhe Egjipti janë në vendet fqinje të saj, pra jo saktësisht superfuqitë ekonomike. Asnjë ofendim për asnjërin prej tyre. Në këtë video, ne do të flasim për atë që saktësisht ka bërë Izraeli për të bërë një fuqi globale. Ne do t'ju shpjegojmë se formula e tyre për të patur normën më të lartë investimeve në botë dhe do t'ju tregojmë vendeve të tjera se çfarë duhet të bëjnë për të imituar modelin e tyre dhe për t'u pasuruar gjatë rrugës. Jam I sigurt që në fillim të kësaj videoje, si Izraeli u bë një nga megafuqitë ekonomike, shumë prej jush do të kishin menduar se pasi Izraeli është I pasur, atëherë kjo është pikërisht për shkak të mbrojtjes dhe aleatit të madh të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Shumë prej jush do të mendojnë se suksesi ekonomik I Izraelit është për shkak të ndihmës dhe investimeve të mëdha të bëra nga fuqitë perëndimore në këtë vend hebraik. Megjithatë, asgjë nuk mund të jetë më larg nga e vërteta. Çfarë do të thonit nëse do t'ju thoja se Izraeli ishte një vend shumë I afërt me socializmin? Po, në të vërtetë, për pjesën më të madhe të shekullit të 20, Izraeli ishte një vend I ndikuar fuqishëm nga socializmi dhe një qeveri shumë ndryrëse në pothuajse të gjitha fushat e ekonomisë, diçka që e la performancën e tij ekonomike mesatare. Në fakt, një moment më parë ju tham se sot Izraeli është më I pasur se vende si Gjermania apo Franca. E vërteta është se deri në vitin 1990 ishte e kundërta. Hidhi një sy. Në atë kohë, vendet kryesore evropiane pothuajse dufishuan të ardhurat e tyre. Deri në vitet 1990, menaxhimi ekonomik I Izraelit ishte qesharak. Izraeli ishte një vend I ngjashëm me Amerikën Latine, dhe mos më keq kuptoni kur flas për Amerikën Latine. E kam fjalën për lëvizjet populiste dhe intervencioniste që janë të shumta në atë rajon. Hidhni një sy këtij grafiku, për shembull, siç mund ta shihni, midis viteve 1974 dhe 1986, Izraeli kishte një normë inflacioni që ishte vazhdimisht mbi 30%. Por kjo nuk është e gjitha. Rezulton se në vitin 1984, inflacioni izraelit u rrit pothuajse në 400%. Pra, pse kishte kaq shumë inflacion në Izrael gjatë atyre viteve? E po, përgjigjja është paksa e njëjtë si gjithmonë. Qeveria izraelite ishte një nga ato qeveri që shpenzoi sistematikisht shumë më tepër para se sa kishte, dhe natyrshëm, për të financuar të gjitha këto shpenzime të mëdha, qeveria nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të prodhonte para në stilin Venezuelas dhe sikur të mos mjaftonte kjo,
Ekonomia izraelite vuante edhe nga shumë sëmundje të tjera. Ne po flasim për një grumbull të madh të ndërmarrjesh publike jo efikase, kontrolle të ashpra të çmimeve dhe një sistem financiar të shkatëruar në dollarizimin de facto të vendit. Mund të thuar se Izraeli ishte një ekonomi banane, sido që të jetë. Në vitin 1990, vendi kishte bërë një kthesë 180 gradë, që atëherë ndodhen një sër ndryshimesh të rëndësishme politike që zhndruan Izraelin nga një ekonomi të varfër në një superfuqi teknologjike që është sot. Dëshironi të dini se për çfarë ndryshimesh po flasim? Se cili ishte çelësi i suksesit të Izraelit? Sigurisht që po. Kështu që le ta zbulojmë. Hidhni një sy kësaj fotoje. Njeriu që shihni në ekran është Shimon Peres. Për ata që nuk e din, Shimon Peres ishte kryeministri izraelit që hodhi hapin e parë drejt reformave madhore, për të cilat do të flasim në këtë video. Ky kryeministër erdhi për herë të parë në pushtet në vitin 1994, vit në cilin vendi po përjetonte një nga periudhat më të mëdha të paqëndrueshmërisë ekonomike në historinë e tij. Pra, jo për t'u habitur, objektivi i parë i Shimon Peres ishte pikërisht luftimi i inflacionit me një dorë të ekurt. Pyetja është, si ta ndaloni inflacionin 400% me një goditje të vetme, cili ishte masterplani i Peres? Në thelb, plani i tij përbëhej nga dy veprime shumë të qarta. I pari nga këto veprime ishte vendosja e kontrolleve të forta mbi financat e qeverisë. Ndër të tjera u privatizuan ndërmarrjet publike me humbje, u ngrin pagat e punonjësve të shtetit dhe u ndërprej emetimi i valutës së re. Me fjalë të tjera, qeveria ndaloi së shpenzuari para që nuk kishte dhe pushoi së godituri makinën e prodhimit të parave, e cila në mënyrë të pashmangshme frenoi inflacionin. Por kjo nuk mjaftoi. Siç ndodh sot në disa vende të Amerikës Latine, ekonomia e Izraelit në vitet 1980 ishte shumë e dollarizuar. Për t'ju dhënë një ide, vetëm 3% e depozitave bankare në vitin 1984 ishin në sikla, monedën vendase. Le të themi se pas disa periudhave të inflacionit galopant, izraelitët thjesht kishin humbur besimin në monedën e tyre. Dhe kështu, sigurisht, nëse qëllimi juaj është të qëndroni, ajo që duhet të bëni është ta bëni monedën tuaj vendase të fortë. Puna është se këtu vjen veprimi i dytë i madh i Shimon Peres. Pavarësia e Bankës Qendrore. Deri në ardhjen e Perezit, Banka Qendrore e Izraelit ka qenë gjithmonë në kontrollin e qeverisë asaj kohe. Kjo është arsye pse sundimtarët e mëparshëm e kishin kaq të lehtë duke shpenzuar para si të çmendur dhe pa frikë prodhonin para, sikur të mos kishte të nesërme. Është e vërtetë që Perez pushoi së ndjekuri këtë shembull të keq të qeverive të mëparshme dhe kontrolloi financat publike. Por e vërteta është se asgjë nuk ishte në vend për të parandaluar një sundimtar të ardhshëm përdorues të vinte në pushtet dhe t'i kthehej shpenzimeve, dhe me këtë, inflacioni do ngrihej sërish në qiell. Kështu që Shimon Peres bëri diçka për të siguruar që asnjë politikan në të ardhmen nuk mund të shkaktojë përsëri inflacion. Ajo që ai bëri ishte të jepte pavarësinë Bankës Qendrore. Me fjalë të tjera, Banka Qendrore pushoi së bindur i urdhrave të qeverisë asaj kohe dhe filloi të veprojë në mënyrë të pavarur me objektivin e vetëm për të mbajtur inflacionin. Falti ndryshimi, pak nga pak u rit përdorimi i monedës vendase. Përqindja e depozitave bankare të shprehura në shekel shkoi nga 3% në 38% në 2002. Me pak fjalë, dollari përfundimisht u zhduk nga ekonomia izraelite për t'i hapur rrugë një monedhe vendase, që në fakt ishte më e fortë se kur më parë. Të gjitha këto ndryshime lejuan që vendi hebraik hynte në një epokë të re zhvillimi dhe qëndrueshmërie ekonomike, dhe ekonomia izraelite u rit me shpejtësi maramëndse gjatë viteve në vijim. Megjithatë, kjo në fakt nuk mjaftoi. Izraeli jo vetëm që donte të ishte një vend me qëndrueshmëri dhe qetësi, por gjithashtu donte të bëhej një nga ekonomitë më të përparuara në botë. Dhe për ta bërë këtë, ata kuptuan një gjë. Ata e kuptuan se ajo që duhet të bënin ishte të sillnin shkencëtarët më të mirë, inxhinierët më të mirë dhe kompanitë më të mira nga perëndimi. Dhe jo vetëm kaq, ata duhet i bënin të punonin në projekte potencialisht të mëdha. Por padyshim, kjo sfidë u përball me një problem madhor. Izraeli është një vend praktikisht izoluar në shkretë të tir, pa asgjë të rëndësishme përreth. Dhe mbi të gjitha, ishte e rrethuar me konflikte nga të gjitha anët dhe nga brenda. Sjellja e kompanive dhe shkencëtarëve më të mirë në ato kushte nuk do të ishte një punë e lehtë. Në këtë rast, nuk do të mjaftonte ulja e taksave apo lehtësimi rregullores, siç bën vende si Irlanda në atë kohë. Kjo do duhej diçka më shumë, dhe ishte pikërisht në atë moment që lindi programi Josema.
Mrekullia teknologjike Josema. Në vitin 1991, qeveria e Izraelit kuptoi diçka tjetër. Në sektorin privat kishte disa kompani të vogla me projekte premtuese, të cilat shpesh preknin fundin për shkak të mungesës së kapitalit. Me fjalë të tjera, në Izrael kishte njerëz me ide të mëdha, me talent dhe zgjuarsi, por pa para apo besim për të çuar përpara këto projekte. Por si mund të zgjidhej ky problem? Qeveria doli me një ide. U mendua se një mënyrë për t'i mbajtur këto projekte mund të ishte investimi parave publike në to. Nëse ata mund të nxisnin sipërmarrjen dhe inovacionin në këtë mënyrë, mund të jenë parat të investuara mirë. Megjithatë, kjo ide kishte edhe një problem të madh. Në cilat projekte janë investuar burimet publike? Kush do të ishte përgjegjës për të vendosur se ku do të shkonin parat? Ajo që ndodh zakonisht në këto raste, përse paratë e shpërndara zakonisht përfundojnë në projekte pa të ardhme, ose akoma më keq, në xhepat e miqve të politikanëve në detyrë. Të gjithë e dim këtë histori, shumë ajër të nxehtë dhe humbje burimesh. Kjo është arsyeja pse qeveria izraelite doli me një ide tjetër për të zgjidhur këtë problem të vështirë. Normalisht, në vendet e zhvilluara, ekzistojnë organizatat e quajtura fondet e kapitalit sipërmarrës. Këto organizata kryesisht investojnë në kompani të vogla dhe në projekte të bazuara në ide inovative. Në thelb, puna e fondeve të kapitalit sipërmarrës është të zgjedhin kompani të reja me një të ardhme premtuese, të injektojnë shumë para në to, në mënyrë që të rriten dhe e pasi të jenë rritur, të korrin përfitimet. Ju e kuptoni që plani i Izraelit ishte në të vërtetë shumë i ngjashëm me atë që bëjnë fondet e kapitalit sipërmarrës. Objektivi ishte i njëjtë, të zgjidheshin kompani të vogla me potencial, shumë prej tyre kompani teknologjike, dhe t'u jepeshin para që të mund të dilnin nga terreni i vështirë. Pra, duke qenë se fondet private të kapitalit ishin shumë me përvojë në kryerjen e një pune të tillë sesa politika apo zyrtarët e Izraelit, ajo që bëri qeveria ishte të propozonte një lloj aleance me ta, një aleancë masive. Qeveria izraelite krijoi 10 fonde të kapitalit sipërmarrës. Çdo fond që mund të mblidhte $12 milion nga investitorët privat, do të merrte $8 milion investime publike. Në këmbim, qeveria do të mbante 40% të pronës. Por nëse investimi do të ishte i suksesshëm, atëherë mund t'i blejnë shtetit, duke u akthyer qeverive paratë që ata kishin vënë, plus një normë të vogël interesi dhe t'ia merrnin 40% që zotëronte qeveria. Në këtë mënyrë u mobilizua në gjithsej $200 milion, që në atë kohë, natyrisht, grupet Venture Capital ishin të lirë të zgjidhnin projektin në të cilin do të investonin paratë e tyre, por kushtoi një vëmendje, sepse veç kësaj, kjo strategji kishte dy avantazhe të mëdha që nuk duhen anashkaluar. E para është se 60% e investimit erdhi nga vetë fondet e kapitalit sipërmarrës privat. Kjo do të thotë papritmë asnjë vërshim parash nga vendet e tjera, po derdhë në Izrael, për të zhvilluar projektet lokale më të fundit. Në një farë mënyre, kjo strategji lejoi qeverisë izraelite të investonte në zhvillimin e saj, por me para të huaja dhe jo të sajat, pa pasur nevojë për shuma të mëdha shpenzimesh publike. Por avantazhi i dytë është se nëse mendoni pak, duke investuar në kompani të vogla, shumë prej tyre përfunduan duke u rritur në një mënyrë të tillë që qeveria të mund të rikuperonte investimin e saj. Në fakt, doni të dini gjën më interesante nga të gjitha? Programi Josema përfundoi me një kosto zero për financat publike. Më vonë, me suksesin e raundit të parë të investimeve, programi Josema ka vazhduar edhe sot e kësaj dite, duke rritur një mori kompanish teknologjike dhe startupe praktikisht pa kosto për qeverinë, duke tërhequr kapital të huaj dhe duke krijuar një rrjet të madh teknologjik në vend. Për të marrë disa shifra mbi suksesin e Josema, që nga fillimi i programit deri sot, Izraeli ka arritur aktualisht më shumë se 6.000 programe në funksion. Nga ana tjetër, sipas OECD, Izraeli është një nga vendet me numrin më të madh të regjistrimeve të patentave në botë, pavarësisht se ka një popullsi prej pak më shumë se 9 milion banor. Dhe sidomos mjaftonte kjo, sektori më i fortë në vend është shkenca dhe teknologjia. Me pak fjalë, programi Josema ishte një nxitje e vërtetë për sipërmarrjen e izraelite, një nxitje që sot, 30 vjet pas zbatimit të tij, ka rezultuar në shkallën më të lartë të investimeve të inovacionit në botë. Natyrisht, kjo u shoqërua me masa shtesë, si një ulje e madhe e taksave për kompanitë e teknologjisë, e cila shkoi nga afër 23% në vetëm 7.5%. Ka pasur edhe një investim të madh në infrastrukturën shkencore, si inkubatorët, së bashku me universitetet publike. Kishte një proces të madh rekrutimi për emigrantët e aftë, së bashku me riorganizimin e rëndësishëm burokratik
që ka bërë Izraelin një nga vendet më të lehta në botë për të bërë biznes, sipas renditjes së të bërit biznes. Qëllimi i kësaj video është të tregoj se si një nxitje për iniciativën private me mbështetjen financiare të qeverisë dhe besimin ndaj atyre që dinë t'i bëjnë gjërat pa ndërhyrë, shërben për të arritur diçka që shumë vende, madje as ato që investojnë miliarda çdo vit, nuk kanë arritur të bëjnë në dekada, domethënë të bëjnë një central elektrik teknologjik. Pra, duket se ndonjëherë është më mirë të shpenzoni mirë dhe të dini se çfarë po bëni, sesa të shpenzoni shumë pa objektiva të qarta. A mendoni se modeli izraelit i suksesit mund të jetë i zbatueshëm në vendin tonë? U habitet që disa masa të thjeshta dhe të lira mund ta zhvillojnë kaq shumë ekonominë? Çfarë përfundimesh nxirrni nga gjithë kjo histori e pabesueshme? Më lini përgjigjet tuaja në komentet më poshtë. Dhe si gjithmonë, mos harroni se këtu ne publikojmë video të reja çdo ditë, kështu që mos harroni të shtypni butonin like që të dimë nëse ju pëlqejnë videoja dhe abonohuni në kanalin ton. Këtu ka vend gjithmonë për një më shumë. Gjithë të mirat. Dëgjohemi në videon tjetër.